Vatikan nisot konklava që do të zgjedh pasardhësin e Papa Franceskut. Dita nisi me një mesh në Bazilikën e Shën Pjetrit, ndërsa kardinalët mbyllen në Kishëzën Sistine në orën 16:30 dhe do dalin preandej kur të zgjidhet Papa i ri. I gjithë globi ka sytë këtë të mërkur nga Vatikani ku nis konklava papale, procesi i zgjedhjes së njeriut që do të pasojë në krye të selisë së shenjtë Papa Franceskun, i cili ndroi jetë më 21 prill në moshën 88 vjeçare. Kardinalët e nisën ditën me një mesh publike në Bazilikën e Shën Pjetrit. Të pranishëm ishin edhe 133 kardinalët që do të marrin pjesë në konklav, që kanë edhe të drejtën të votojnë për papën. Kreu i kolegjit të kardinalëve, Giovanni Battista Re, që drejtoi meshën, u lut që konklava të zgjedh papën e 267 për të cilin kisha dhe njerëzimi kanë nevojë në këtë pikë të vështirë kthese në histori. Di cui la Chiesa e l'umanità hanno bisogno. Zyrtarisht konklava nis në 16:30 pasi kardinalët votues të kenë mbritur më këmbë në Kishëzën Sistine, atje ku do të mbyllen deri në zgjedhjen e një pape të ri dhe ku veç stafit që ka bërë betimin nuk do të lejohet të hyjë askush tjetër, derisa nga Oxhaku i posaçëm të dalë tymi bardh që sinjalizon zgjedhjen e papës. Gjatë kësaj kohe kardinalët përzgjedhin dhe kryejnë votime për emra të ndryshëm, procedurë që sipas pritshmërive mund të zgjasë për 3 ditë. Sekretari aktual i Shtetit të Vatikanit, kardinali italian Pietro Parolin, është një figurë favorite. Megjithatë, gjatë këtyre ditëve kanë qarkulluar nëpër media me 10 pretendent potencial. Masat e sigurisë përreth selisë së shenjtë janë të larta dhe garantohen nga 4000 trupa sigurie. Në qiejt mbi Vatikan është vendosur zona e ndalim fluturimit dhe është aktivizuar edhe sistemi antidron.